Fashat e reja, Semanaj, të rinj sot, janë të informuar mbi rreziqet siç është privatësia, manipulimi, informacioni jo i saktë? Fatkeqësisht nuk janë dhe unë e shoh edhe në studia televizive ku dhe kolegët dhe profesorët e ndryshëm tani më kanë nisë të marrin si referencë inteligjencën artificiale, duke harruar që inteligjenca artificiale gabon. Dhe gabon në pafundësi, pra ka shumë raste ku jep informacionet e gabuara dhe do ishte mirë që informacionin që ne marrim qoftë nga ChatGPT ose nga një platformë tjetër duhet ta kontrollojmë. E para, e dyta, inteligjenca artificiale po përdoret si do ta kontrollojmë? Semanaj, si do ta kontrollojmë? Se ne i referohemi asaj si versionit më të mirë. Ku do ta kontrollojmë? Atëherë, minimalisht duhet të kontrollohet në një agent tjetër të inteligjencës artificiale. Pra unë nëse kërkoj një informacion në ChatGPT, po flasim për informacione që janë pak delikate, do i bëj një double check, do e kontrolloj edhe një herë tjetër, qoftë kjo tek Copilot, qoftë kjo tek DeepSeek, qoftë kjo tek Grok ose një platformë tjetër, sepse tani po flasim për dhjetra platforma të ndryshme. Kjo është minimumi që duhet të bëjmë. Pastaj duhet të kemi edhe një googullim të thjeshtë, megjithëse dhe Google aktualisht po bazohet në inteligjencë artificiale dhe përgjigjen e parë që ta jep e jep bazuar në inteligjencë artificiale.